sa ka jetu Imam Nevaviu, edhe sa ka shkrujtën, nuk del matematika. Sa ka jetu, edhe sa ka shkrujt, nuk del. I del dikun matematika që prej momentin që ka lind deri sa ka vdek, i ka shkruar dikun ka 30 faqe në ditë. Po ku është fëmiria e tij, po ku është loja e tij, po ku është gjumi i tij, edhe kështu me radhë. Po bereqeti i Allahut subhanahu wa taala ka bërë që më shënu shumë. Ka bërë që më shënu shumë. I njohur në këshillën ndaj udhëhecëve. Ka qenë rruga e muslimanëve të parë, të cilëve nuk është të dietarët e parë, të cilëve nuk është trem syni, kanë shih pushtetarëve në zullume që ata i kanë bërë. Kanë urdhëruar të mirë, kanë ndaluar nga e keqja dhe nuk janë friksuar në rrugën e Allahut prej kritikës së kritikuesve dhe prej nënçmimit të nënçmuesve. Bashkë në kulmin e autoritetit, bashkë në kulmin e famës, ata kanë shfrytzuar autoritetin e vet për me udhëruar të mirë, me ndaluar nga e keqja. Dhe pasaj urdhën të mirë, ndalimin nga e keqja, është bërë shkaktarët që ata të cilët i kanë respektuar, mos me respektuar pastaj. Rasti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, el-Amin i besueshëm, më i dashur i Mekës, më i mirë në Mekë, kur ka filluar me i thirrë në tauhid, me adhuru Allahun, me u largu prej shirkut, prej në momentin që ka qenë shumë i dashur, e ka nisur me urrejt dhe me luftu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Mirë po, kjo se ka ndal atë prej transmetimit të fjalës së Allahut subhanahu wa taala.